Online në YouTube dhe kushdo mund të ndjekë dhe aty të gjitha votat flet për flet, por dhe për zverbalet. Ne i kemi orientuar dhe gjithë numëruesit që duhet ta themi tashmë janë staf i administratës KQZ-s dhe jo numërues partive politike, që po ashtu po bëjnë transparencën maksimale, madje kemi dhe raste që komunikojnë me vëzhguesët pikërisht për të sqaruar pretendimet. Kur ka pasur vota që kanë qenë diskutueshme, gjithmonë janë zgjidhur me vendimarrje të kasit, për rastin kur kanë qenë të vlefshme, të pavlefshme apo vota që kanë qenë diskutueshme për kandidatët. Që nuk ka asnjë lloj merite diskutimi për transparencën në këtë proces. Ndërkohë, çfarë ka treguar deri tani hapja e këtyre? A gjendën provat që ju kërkonit? Dgjoj, se përket Tiranës, ideja nuk ishte për prova, fakti që u bë rinumërim dhe rivlerësim, kishte të bënte me transparencën, kishte të bënte me pretendimet të disa kryesisht kandidatëve që ishin të ndërsuar votat brenda llojit, por megjithatë procesi është vetëm fillimi dhe veta, janë numëruar më pak se 10% votive, ka pasur ndryshime, të dy partitë e mëdha si PD-ja dhe PS-ja kanë humbur vota nga ky proces. Ndërkohë që ke kandidatët ka pasur lëvizje, disa kandidatë ka rezultuar që kanë votat pa merituara, ndërkohë që disa të tjerë kanë marrë më pak vota. Pra procesi është në fillim, nuk mund të bëjmë një bilanc tani që të themi se në çfarë mase mund të ketë ndodhur në një tjetër stim votash. Mbaj se ju keni parë, keni bërë gabime njerëzore apo mund të ketë patur raste kur ka qenë tendencioze lëvizja e votave? Deri tani të paktën për ato fletë që kanë ardhur dhe që janë konsultuar me trupën e kasit, kanë qenë çështje diskutueshme, madje edhe ne në disa vendimarrje jemi ndarë me shumicë, kështu që ato nuk mund t'i quash as gabime, por janë çështje subjektivitetit grupeve të numërimit. Pastaj nëse vijmë do shohim të ndërsime votash që janë masive nga i njëjti grup numërimi, pastaj nuk mund të themi dot më që janë gabime njerëzore, por që janë të qëllimshme. Deri tani nuk kemi pasur asnjë rast tillë. A mendoni që këto parregullsi apo gabime njerëzore, siç e thuani ju, mund të çojnë në pavlefshmëri të qarkut të Tiranës? Atëherë kjo do parë, unë nuk mund të shpreh, nuk mund të jap mendim lidhje me këtë çështje tani, por të paktën ke qarku i Durrësit, që te qarku i Dibrës që unë dhe kolegu Çefa dolëm pakic, një nga arsyet që ne mendojmë se aty kishte vend për pavlefshmëri, ishte ndryshimi i votave nga i fletëve të votimit, nga numërimi për subjektet tek hapja që u bën KQZ, që fletët dukeshin që nuk ishin të njëjta, pra kishte ndryshime regjistrimi me video me fletët që ishin kuti. Çka tregon se në një moment caktuar nga një grup numërimi është ndërhyrë në fletë të votimit. Kështu që për mua ky është shkak për pavlefshmëri kur është masivisht i përdorur në një numër të caktuar. Por te Tirana deri tani nuk mund të them sepse nuk kemi një informacion të tillë. Bravo, kemi parë një ritëm të ngadalë nga ana e grupeve të numërimit. A do kemi për shpejtim të këtij procesi, ndoshta edhe me orar më të zgjatur në mënyrë që të mbyllet sa më shpejt? Dje është e vërtetë, edhe ne ishim pak kënaqur nga ritmi i djeshëm, sepse gjatë gjithë ditës u numëruan rreth 87 qendra votimi. Sot janë marrë masat që të ndahet me 2 turne procesi, pra të jetë proces i gjatë dhe të jetë me 2 turne në mënyrë që numëruesit të ndrohen, pra mos jetë njëjtët numërues gjatë gjithë ditës. Shpresojmë që të ecim me një ritëm më të shpejtë sot në vijim, por duhet kemi parasysh që qarku i Tiranës, duke qenë se ka dhe një fletë votimi me rreth 500 kandidat, kërkon më shumë kohë fizike në vlerësimin e çdo flete. Shto këtu dhe presionin nga vëzhguesët që merren edhe me pika, me shenja, me boj printimi, e bën procesin ngadalë. Dhe pastaj edhe vetë ndarja e fletëve, fletë të mëdha, pra është një proces që merr kohë për shkak të llojit të votimit që ne aplikojmë në sistemit. Megjithatë shpresojmë sa më shpejt, qëllimi është që sa më shpejt të dalë rezultati. Ndërkohë sa i takon kutive të Elbasanit, mendoni se ka pasur trend bulgar ashtu sikur se pretendon Partia Demokratike nga hapja dhe vlerësimi i atyre fletë verifikimi? Dgjoj, ne nuk jemi akoma në fazën që të kemi vlerësuar provat, pra ditë u morën provat, u këshyren provat, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste i kanë marrë në dispozicion të gjitha procesverbalet që dolen nga ato kuti të qendrave të votimit, në varësi të argumenteve që ato do sjellin. Unë sa kuptova, kishte disa mospërputhje në shumë nga qendrat e votimit, pra mospërputhje me fletë të gjendrave kuti me ato të përdorura, apo me fletë votimi që ishin pa vula. Dhe patjetër që kjo është diçka që duhet trajtuar dhe duhet trajtuar me kujdes, lidhur kjo dhe me ato video që qarkulluan nga qendrat e votimit, sepse duhet kemi parasysh që të gjitha këto garanci sistemi prandaj e kanë në mënyrë që ne të arrijmë dhe të kuptojmë se çfarë ka ndodhur ditën e zgjedhjeve. Kështu që në vijim pasi dëgjojmë dhe pretendimet e palëve, do kuptojmë nëse ka vend për pavlefshmëri apo jo.